Historia e harruar dhe pjesërisht e panjohur e Parkut të Tiranës me veprat monumentale, simbolet e kryeqytetit ndër vite dhe ndryshimet e tyre, vjen për publikun në një botim mjaft interesant me ilustrimet e autorit Walter Gjoni. Por ndër më interesantet mbetet arkitektura e Parkut të Tiranës, që mban firmën e një prej arkitektëve të njohur fashist të kohës, e para nga lart krijon imazhin e sapatës së Liktorit. Siç tregon autori, sapata e Liktorit formohet nga një sër godinash që nisin me Universitetin Politeknik, Stadiumin Qemal Stafa, Rektoratin dhe Universitetin e Arteve, dhe vazhdojnë mëtej me kryeministrinë, kuvendin e deri tek materniteti, duke formuar kokën e sapatës, tehun e saj, 12 thuprat dhe bishtin. Godin, që është godina e Universitetit Politeknik të Tiranës, dhe me gjithë kompleksin tjetër, me Akademinë e Arteve, me bibliotekën dhe me Muzeun Arkeologjik dhe Rektoratin e Universitetit, edhe të gjithë flasin për sapatën e Litorit. Dhe ky është vërtet një simbol që Gerardo Bossi, një nga arkitektët e shquar të periudhës fashiste, arriti e formoi dhe edhe sot e kësaj dite ne kemi një sapatë të Litorit dhe një bisht të kësaj sapate. Gjithë njerëzit nuk pyesin më tutje, vinë deri te elementi sapate e Litorit dhe nuk pyesin ç'është kjo sapatë. Sapata e Liktorit, që nis nga sheshi Nën Tereza dhe përfundon tek materniteti, përmban simbolikën dhe historinë e vet, e cila nga brezat e sotëm është harruar. Janë rreth 50 vepra të tjera që shpjegohen në këtë libër nga autori Walter Gjoni, pikërisht për të shërbyer kujtesës së kryeqytetit shqiptar. Më rezulton se kjo është simbol fashist i krijuar mbi bazën e legjendës së 12 tabelave që pleqt e Romës krijuan gjatë periudhës formimit të Romës, 12 tabela me legjislacione të ndryshme të tyre. Në periudhën fashiste, këto 12 tabela u konceptuan si një fasho me 12 thupra dhe me një sapatë. Domethënë, krijonte atë idenë e ndëshkimit të gabimeve, të korrupsionit, të krimeve. Monumente të ndryshme që nga koha e luftës së parë botërore dhe historia e tyre, me simbolikën që përfaqësojnë, vinë me detaje, dokumenta dhe fotografi në librin e studiuesit Gjoni, i cili ndihmon vendas dhe të huaj për të mos humbur kujtesën dhe për të ditur më tepër rreth veprave monumentale të Parkut të Madh të Tiranës.